Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Lola. Sot kemi një vlog të ri. Jam në stacionin autobusave Prishtinë dhe bëhem gati për të shkuar në Tiranë. Tani jemi rrugës, ne ndalëm të bëjmë një pushim të shkurtër dhe nisemi drejt në Tiranë. Hey njerëz, erdha në Tiranë. Tani jam tek pallati, po ngjes shkallën për bajt të shtëpia. Jam shumë e lodhme sepse kam një çantë të madhe, plot, edhe me si po e baj, dhe shkallët nduan tani. Ç'a bëjmë? Erdha dhe në shtëpi dhe takova mamin, më kishte ardhur tesja, se e dite që unë do të vija në Tiranë. Tani dalim të ham një drekë së bashku dhe të kalojmë pak kohë bashkë. Tu kemi ardhur tek Cereni, është hera e parë për mua dhe duket shumë i bukur si vend. Ja dhe një parudhë. Sa po ngrita, në fakt më doli gjumi, edhe nuk më zen më, si duket e kam bërë atë pjesën time të gjumit. Dje nuk filmova dot më, isha shumë e lodhur, pasi hëngrëm drekën, pim dhe një kafe me mamin me tesën, dhe bëra dhe një xhiro pak me mamin dhe erdha në shtëpi. Fleta gjumë direkt, sepse isha shumë e lodhur. Edhe tani më ka dalë gjumi më vonë, nga ora 10 e mëngjesit, sepse akoma është herët, është ora 4, siç thash. Më dol gjumi, do nisem për në Prishtinë. Kam vesh rrobat e mamit, edhe mora dhe një gotë hapsyt, se unë kafen turke nuk e pi. Edhe thash ta pi, se gjumë nuk do flej ashtu më, se nuk më zen. Kështu që ta pi një kështu, gëzuar. Të vete ora 7 zgjodh dhe mami, sepse dhe ajo i kanë punë, ndërsa unë të nisem për Prishtinë. Ja dhe kukullat e mia kur isha e vogël, akoma i maj sa herë vi me të rri, më duket vetja akoma e vogël, sepse jam 35 vjeçë s'ka përse japim qefin vetës shune. Edhe kështu. E hapa videon që të filmoj dhe pak, bëj disa
gjërët edhe ta mbyllim si blog. Unë në Ferizaj nuk është që rri vetëm, e kam dhe një mace që non-stop rri me të. Dhe macën e kam në Prishtinë, më duhet nesër që të shkoj ta marr edhe ta sjell në Ferizaj. Kështu shifemi më vonë. Sa po erdha tek terminali, tek templi, kam marrë një orë më herët dhe ula të pi një kafe të pres autobusin që niset për në Prishtinë. Mora dhe një kafe edhe më bëj mirë ta pim kafen ndërkohë presim autobusin. Përshëndetje, unë kam ardhur në Kosovë dhe nuk arrita të filmoja dot më, nga që erdha shumë vonë edhe isha shumë e lodhur. Pastaj vajta mora macën në hotel Macësh. Erdha në Ferizaj dhe vetëm jam shtrirë dhe kam fletur. Atëherë t'ju tregoj çfarë më dha mami me vete, si mama diet. Mere këtë, mere atë. Mora ulli në fakt i kam hapur. Janë, nuk e di, ta provoj një. Dhe janë shumë mirë. Vetëm se më tha mami të vendosësh në ujë me krip, të trash, nga që janë ullit e ri edhe akoma nuk e kanë marrë atë procedurën si duhet. Nuk janë bërë akoma tamam. Por mora tjetër. Mora gjalpë shumë e mirë. Gjalpin e kam shumë qef. Gjalpin edhe vaj në ulliri. Ja, gjalpi është fantastik. Është i fortë. Do ta shkri dhe do ta fut në një kabanat. Të marrë mandarina. Ta marrë mandarinat të kohës. Në fakt mandarinat tani bonë. Ta marrë domatën. Të domatët që janë si jeshile, gjysëm jeshile, janë palara, po do i pastroj që t'i shtin frigorifer. Si gjysëm të kuqe, gjysëm jeshile janë një dy shumë, në kam qërë. Po dhe një salat, ose ashtu t'i hash. Kam marrë spece. Specat, vetëm erën kur ja gjon, knaqen. Prap mandarina, dhe më thoni kam marrë në dy vende të ndryshme. Dhe fasule, grosh, apo nuk e di si thoni ju. Zona e Veriut i themi fasule. Janë mirë, nuk e nësë nda në zvukle. Mira, të provojnë. Se aji, shumë i tha zien direkt. Janë të mira, është groshe reta, nuk e di tani të shikoj. Edhe ka që ishin ato që më dha mamin dhe vetën. Shpresoj ndoshta sa do pat ty këtë pëlqyer kjo video, edhe pse është fillimi edhe unë nuk di çfarë të filmoj. Deri atëherë ju përshëndes dhe mirupafshim. Shpresoj të më mbështesni, më jepni një like, një subscribe. Deri atëherë ju përshëndes dhe ju falenderoj pafund. Mirupafshim.